Dhe njëra prej shkaqeve shumë të rëndësishme edhe me këto po e përfundoj, jo pse s'ka, ka dhe shkaqe tjera, shumëta që sjellin bereqetin, po kjo është shumë rëndësi. Shkak i rëndësishëm që sjell bereqet familja është sjellja e mirë edhe përkujdesja ndaj prindve. Mos mendo që kime kanë djali bereqetshëm, mos mendo se kime kanë vajze bereqetshme, mos mendo se kime kanë prindi bereqetshëm, apo djetari bereqetshëm, apo tregtari bereqetshëm, qytetari bereqetshëm, në qoftë se nuk sillesh mirë me prindit e tu. Qoftë se nuk sillesh mirë me prindit e tu. Sjellja e mirë edhe kënaqësia e prindve e sjell me automatizëm, me një herë e zbret bereqeti, veç provoje se ka me të kënaqë Zoti. Thot dikush edhe evlat e mi kanë me më këshyrë, more evlat po se po të qelen rrugë në të na ontë, të vjen bereqeti për i ka se me ndonë. Jo vlazën ka orë një kohë e shtirë, ka orë një kohë e shtirë o vlazni, kur po ndohen, 4 vlazni 5, se cilit të munut i qysh në siklet, që ato dit, as gjumi si merë, se kuna për i bjen baba e nona. Kur pe kryin, ndamjen, të atyne që si ra baba e nona, si kur me dalë pe i luft e mushtil shëqër, i met vlau të vogël, ku po shkuna, shkun të vrata, në zebora, në ngjela, në kurana, ku shkun gjithmonë me jalon vlau të vogël, shkun kërkun, nuk do të mjalon vesh njonit, as qka për kujdesjen, as se vapet, merë edhe ti, qësh me bo, po ti e merë një muj, nënën e babën, knaqë është merë se vapet, ta është i dyti me gzim e preta, hajde edhe të unë e tash, ti marë edhe në se vapet, ti knaqë i prind, ti knaqë i zotit, ta në edhe i treti, ta në edhe i katërti, e kështu me radhë, bile nëse spranojnë, me sharë du të me qitë, ta lobre babën e nënën, o kry ma beti, këtu të në një farë traditës e lëdhë, a i vogli halas su martua, ose sa u martua, i ka kushtet e shtira, e bajsh me shneti, edhe dini që po thojnë, shiki prind apo kujdesesh, jo i ka vlau, a i e ka marë për stipe, e ti, jo nësi kam, a vllati nëse si ki fizikisht, i ki kështu materialisht, që i pja tjetë ka 500 franga, 500 euro në mujtë që e këti vllaut, edhe ti tjetë që e 500, po i bonë atina 2.000, 3.000 e ti bohën, i lumej për veti që për i këqyrë. Allah e ka 3, e 3 që në përndim, as 100 marka, 100 euro që fare kem këtë valutën, nuk ja qënë vllaut që është të kujdes. E vallaj ka nra atina u kry muhabeti. O vallaj ti i pa bereqet, vallaj s'ka me donë zoti bereqet kur, në Allah po betona. Kur s'ki me knashti Zot, derisa prindët e tu i ke lanë ashtu. Andaj përkujdesni o çuna o djemë të mirë, përkujdesni për prindit, sepse përkujdesja ndaj prindve e arrin edhe kanë kënaqësinë e Allahut te bareke ve taala. E kur është Allah i kënaqur? Po ta jep bereqetin e të jep çdo gjë që ty duhet, edhe as që mërzitet Allahu te bareke ve taala, sepse pasunia depot e tij janë të pashtershme, të pafundshme, andaj jepaj kujt të doj prej robëve të tij.